Vazhdojmë me përgatitjen e recetës së radhës. Sot do të përgatisim një nga recetat më të vjetra, një nga revaniat që ne i gatuanin më herët nënat e tona, revani me sherbet prej çokolade, por me produkte që jam e sigurt që gjithmonë i keni të gjithë në shtëpi. Fillimisht në një enë më të madhe dhe më të thellë, vazhdojmë që t'i shtojmë vezët. Gjithmonë kur përgatitni ëmbëlsira, sigurohuni që vezët dhe gjitha produktet e tjera t'i keni në ambient dhome. Asnjëherë mos i përdorni direkt nga frigoriferi që keku t'ju fryhet më mirë. 3 vezë plota i shtojmë në një enë të madhe. Dhe pasi është një nga recetat më të vjetra, atëherë gjitha matjet janë bërë me gota ose me filxhana të kafes, ashtu do ta bëj edhe unë recetën. Do të kemi nevojë për një gotë prej 200 ml plot me sheqer. E shtojmë sheqerin te vezët. Vazhdojmë tani i përzijem me mikser për disa minuta, derisa vezët dhe sheqeri të shkumuan mirë. Si kemi përzijer mirë vezët dhe sheqerin dhe sigurohemi që sheqeri është tretur dhe shkumuar mirë, vazhdojmë dhe e shtojmë tani qumshtin. Edhe qumësht në të njëjtën sasi, me të njëjtën gotë, një gotë 200 ml plot me qumësht. Vazhdojmë dhe e shtojmë vajin dhe sasia e vajit është 100 ml. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Sasia e mielit është 2 fish, pra 2 gota nga 200 ml plot me miell, duhet që t'i shtojmë tani tek ina. Me edhe një pak pluhur për pjekje dhe shumë pak aromë vanilje. Mund të shtoni edhe vanilë sheqer. Vazhdojmë përzijim përsëri me mikser. Tani marrim një tepsi mesatare, cilën e kemi lyer me vaj, dhe aty e shtojmë brumin që e kemi përgatit. Dhe tani vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë, diku për afërsisht 25 deri në 30 minuta. Asnjëherë mos i pjekni ëmbëlsirat në temperatura shumë të larta, sepse nuk do t'ju fryhen shumë dhe brenda do t'ju mbesin të papjekura. Për atë arsye është më mirë të piqen ngadalë. Kur që ëmbëlsira pjeket, ne do ta përgatisim sherbetin. Në një tenxhere më të vogël do të shtojmë një gotë 250 ml me qumësht. Tek qumshti do të shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer, 3 lugë gjelle me vaj dhe 2 lugë gjelle me kakao. Përzijmë mirë dhe vendosim në zjarr të ulët. Sherbeti nuk duhet të na vlojë, thjesht duhet të nxehet pak. Të bëhet i vakët 3-4 minuta, sa të vrim që po fillon të nxehet qumshti dhe të lidhen gjitha produktet brenda, e largojmë nga zjarri. Brumi është pjekur dhe sapo e kam larguar nga fura dhe vazhdojmë tani me një rëmues të bëjmë kështu vrima. Vrimat i bëjmë për arsye që sherbetit na futet pastaj brenda tek e gjithë ëmbëlsira dhe të na bëhet ëmbëlsira pra me vija. Dikun të na mbetet me sherbet, dikun të na mbetet në ngjyrën e vet. Tani që është ftofur pak ëmbëlsira, vazhdojmë që ta shtojmë tani këtu sherbetin e vakët. Dhe po mund ta vreni që e kam prirë në forma katrore, që të bëhet edhe më me lara. Tani sherbetin e vakët e shtojmë sipër. Dhe pasi e ka tërhequr ëmbëlsira sherbetin, unë sipër vendosa që ta dekoroj vetëm me kokos, që ta ruaj atë mënyrën autentike si të nënave tona. Lejmë që të ftofet ëmbëlsira diku për 1 orë dhe pastaj vazhdojmë me shërbim dhe e shijojmë.